Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam na thot që kush i këndon 2 ajetet e fundit të surës për një natë ose për atë natë, kefetahu, thot, do t'i mjaftojnë atij. Do t'i mjaftojnë atij si shpërblim, do t'i mjaftojnë atij si adhurim, do t'i mjaftojnë atij si mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala, do t'i mjaftojnë atij si diçka e vlefshme dhe e mirë që kënaq Zotin, që nga momentet që ai flen gjumë e derisa të zgjohet nga sabah. Ashtu dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam, po ashtu na ka mësuar se shejtani porsa e dëgjon ezanin Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, deri në fund, e thash në formën e kametit, porse kur i thot dysh ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala salah, hayya ala falah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, shejtani ikën me vrap, ikën nga jam, domethën ikën dhe nuk rrin më me njeriu. Pse pikërisht ezani? Ezani nuk është ajet kuranor, po bëhet fjalë për dhikrin e Zotit fuqiplot. Po bëhet fjalë për kujtimin Allahu xhelle xhelalu kur robi e madhëron Zotin, kur krijesa e madhëron krijuesin, kur krijesa e falenderon krijuesin, kur krijesa i mbështetet krijuesit dhe shpreson nga Allahu subhanahu wa taala, si dhe kërkon ndihmë nga Zoti fuqiplot, të ruaj nga shejtani i mallkuar. Andaj dhe shejtanit nuk i mbetet gjë tjetër vetëm se të largohet larg e më larg dhe nuk ka punë me njeriu. Pse? Sepse ky njeri është treguar i devotshëm, duke kërkuar ndihmë nga Allahu fuqiplot dhe Allahu i gjithdijshëm. Ashtu dhe për syrin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë i shikonte nipat e vet, i merrte afër dhe u këndonte atyre këtë lutje: u'idhukuma bi kalimatillahi tamme min kulli shaytanin wahame wa min kulli aynin lame. Pra Zoti kërkonte mbrojtjen e Allah, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtjen e Zotit, mbrojtjen e Allahut fuqiplot nëpërmjet fjalëve të tij nga kush? Nga shejtanët dhe nga syri i keq. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur zbritën 3 suret e fundit të Kur'anit, atëherë Allahu fuqiplot e bëri të mundur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ruhet nga shejtani i mallkuar, të ruhet nga syri i keq dhe nga magjia apo xhindet nëpërmjet 3 sureve të fundit.